ke kaluar shumë kohë që ke qenë në përmbytje, në terren, ke ndjekur situata nga afër, ke parë histori njerëzore pafund. Çfarë dallon këtë herë nga çdo herë tjetër? E kam bërë këtë pyetje edhe për meteorologët, e kam bërë këtë pyetje edhe për ekspertët, për kuptuar më tepër se situata duket sikur është një emergjencë totale këtë herë. Por, ndoshta ndodh kur sapo përballemi me një situatë të tillë. Gjithsesi, nuk e di, me kontaktin me terrenin, si e ke parë? Unë kam raportuar vite më parë nga zonat përmbytura, siç kanë qenë pjesa e Lezhës, e Shkodrës, zona e Torovicës, Velipoj e tjerë, por këtë herë më bëri përshtypje pra deklaratat e banorëve të cilët deklaronin se në këto 30 vite nuk ishin përmbytur asnjëherë. Pra në momentin që pjesa e Rushkullit që përmende. Pra ky është ndryshimi. Se për shembull zona e Torovicës edhe këtë herë ishte e përmbytur, të mbjellat, shtëpi që kanë qenë aty tek pjesa e Ulësirës, jo në Kodër, që kanë problematika, por këtu më deklaronin njerëz me përgjegjësi, sepse një njeri nuk ka pse vjen aty dhe thotë është hera parë që më ndodh. Pra, 25-30 vite që nuk ka ndodhur një përmbytje që nga momenti që kanë ndërtuar shtëpitë e tyre. Dhe ky argumenti që se e dëgjoj shpesh herë, ore patjetër më Shqipëria ka pas probleme dhe ka probleme goxha të mëdha me ku po ndërtohet. Por për këto shtëpi të cilat nuk janë përmbytur në 30 vite, ka një problem. Sepse po t'ishin përmbytur dhe kanë ndërtuar në një zonë ku përmbytet, do ishin përmbytur vit pas viti. Ne kemi pas përmbytje edhe në zonat e Durrësit të herë tjetër, nuk është hera e parë. Pra Erzeni ka dalë edhe herë tjetër nga shtrati, por nuk ka dalë si këtë herë. Pra çfarë nuk ka shkuar? Një pjesë e banorëve thotë që pra grykderdhja e Erzenit është ngushtuar nga pemët dhe mos pastrimi i grykderdhjes së këtij lumi. Pra ka element që kanë ndihmuar të gjithën situatat që pastaj unë nuk mendoj se edhe në Durrës njerëzit teksa po dalin protestë për të luftuar kundër natyrës dhe kundër asaj që e konsiderojnë ata kundër Zotit. Ata dalin kundër papërgjegjshmërisë dhe tashmë këtu duhet fitojnë qytetarët fuqi tek ajo çfarë ata shikojnë. Pra ti kishe velierën Durrës, sa milion euro, sa lek kanë shkuar aty dhe vajti t'u bë vask ujë. Pra, domethënë ty të duket dhe shikon me sytë e tu papërgjegjshmërinë. Pra, por të kesh, pra të jemi një vend i cili rrezikon të përmbytet, pra ato zona dhe mos marrësh masa për të pastruar, mos marrësh masa për të zhbllokuar gjitha kanalet pra të cilët të ndihmojnë që të mos bëhen këto përmbytje. Mos të marrësh masa sepse kishe kanale domethënë një hapësirë rreth 4 metra dhe fund fare kishe një tub aty me një diametër diku rreth 1 metër. Çfarë do bëj ai aty? Normalisht do kaloj ujë nëpër zonat për të përmbytur pjesën tjetër. Nga e gjitha kjo, dhe këtu s'kam parasysh banorët, pranim faj ke parë? Po nuk ke pranim faj. Jo, sepse vetëm një kryetar bashkie pashun që kishte një status, po edhe më pasur nuk ke pranim nga faj. autoritete, nga qofte dhe më gjeti mua një kryeministër kudo në botë, pra nuk po them as në rajon, as në Europë, po kudo në botë, që bëhen përmbytje dhe publikoj aty dhe thotë ja, kanali. Po mirë, po këto drejtorët e tjerë jashtë kamerave të paktën e thonë, e pranojnë për situatën? Shiko, vetë personat të cilët pra janë të institucioneve lokale dhe e shprehin dhe thonë këtu nuk është pastruar ndonjëherë. Ore, pra, për të kuptuar është pastruar apo jo një kanal, po mjafton të shkosh në atë zonën sepse ti kupton që aty po që me ferra, po që me barishte, po që domethënë normalisht që është e bllokuar dhe ai kanali nuk tërheq. E për këtë arsye do bëhet edhe ajo se të bësh një zonë domethënë të gjithë ajo sa e madhe është, pra të mos pastrosh kanalet, të mos pastrosh dhe mos ndikosh tek lumi i Erzen për të hapur grykderdhjen siç thon banorët, etj, por normalisht do ndodhë kjo situatë. E çfarë pasojë ka kjo? Këta njerëzit tashmë kanë humbur shumë. Pra i ka kushtuar kosto miliona lek kjo përmbytja. Sidomos ndëme pastaj edhe tek ajo ara që kanë informacione për llogaritje dëmi apo edhe akoma nuk është bërë sepse janë shumë subjekte, janë shumë pra si biznese, si banesa, si pastaj ke këto të mbjellat e ke blegtoria, këta nuk përfshihen fare, aty çfarë ke humbur. Normalisht nuk përfshihet fare. Nga gjitha zonat që ke parë dhe pikat që ke qenë, nëse kemi një shtim të intensitetit rreshjeve, ku është është situata problem në Shkodër. Pra është emëruar që ka një rritje të nivelit të ujit, sepse ende Shkodra nuk ka... Shkodra ka qenë problem për përmbytjet, por këtë herë pak u ndje. Apo ishte Durrësi dhe Lezhë që ishin më problem? Pra deri tani kanë qenë Durrësi i parë i problematik, pjesa e Vlorës, pjesa e Lezhës, Shkodra në sa momente, Gjirokastra që nuk e kishin parë ndonjëherë të lloj situate, plus pastaj do shikohet dhe do monitorohet situata në Shkodër, sepse patjetër që
për mua buna është një lum i cilit nuk i besohet, por edhe pjesa tjetër, domethënë e shkarkimeve që aty ndodhin. Por një pyetje Osman, tendera për pastrimin a janë bërë? Po më duket nuk e di ku pash një artikull, më duket të kryeministrit, nuk e di sa milion euro kishin shkuar për pastrimin 2025-ën. Kanë shkuar, se duket, është mjaft e qartë. Fajin e ka shiu, fajin asnjëherë faji është jetim në Shqipërinë tonë. Ne shkojmë tek spitali onkologjik, bëjmë batuta me njerëzit, shkojmë tek, sepse ishte edhe pash një deklarat kryeministrit Rama ku ishte pyetur për sigurinë e tunelit të Llogaras. Ka një element Nisida. Del nga komunikimet aty që thuhet që shikose mjerëta njerëz si do kalojnë pret tek ai tuneli. Edhe një gazetar ngrihet dhe çoti thotë zoti kryeministri thotë është kjo. Dhe kryeministri të përgjigjet me ironi thotë që aty nuk kemi hekur, por kemi bar, ti kupton seriozitetin e këtij shteti që çdo gjë është bërë gallat, çdo gjë është bërë batut, edhe ta haj kush ta haj se edhe Zoti na rujt. Me një pyetje tjetër dua ta mbyll tani, për ata që punojnë, për ata që kanë punuar në fakt ditë-natë në kushte emergjence, kanë tërhequr vëmendje edhe disa foto janë bërë virale të makinave të përmbysura të ushtrisë. Çfarë mund të themi për këto situata? Duke patur parasysh edhe punën atyre njerëzve që janë aty dhe nuk e kanë iden se çfarë bëhet, çfarë është bërë, por po intervenojnë. Tani aty e kishe, pra nuk e kishe një zonë që ti kishe një kanal me ujë. Pra ti e kishe, pra kur rrije në rrugë kishe një lartësi ujë deri tek pjesa e brezit, deri te pjesa e barkut. Tani si mundet një ushtar i cili është nga, nuk e di, nga Tirana, nga Elbasani, nga Korça, nga Kuksi, nuk e di se çfarë, që përket forcave të armatosura, teksa ngjet një makinë të tillë të di ku është rruga. Pra ai ka aty një pellg me ujë që nuk di as ku është kanali, as ku është puseta që është e hapur, edhe po realisht të paktën, se opozita i përdori ato foto për të sulmuar shtetin dhe ku është shteti, por unë do të shpreha një falenderim të paktën për të gjithë ushtarët të cilët janë angazhuar, ata janë pa faj, nuk kanë lidhje ata me idenë që ata po shkojnë aty për të përfaqësuar shtetin. Ne kemi parë që në zjarrin verë ata shkojnë për të fikur zjarrin me lopata e me hunje, me çfarë ata kanë, me çfarë u japin. Pra në kushte skandaloze dhe as pak profesionale. Në dimër, pastaj përballen me përmbytje dhe janë këta të cilët shkojnë, bëjnë evakuimet, shkojnë këta për të marrë të moshuarit, pra prindër me fëmijë të vegjël, sepse i kanë parë vetë, domethënë. Dhe më ka ardhur goxha keq sepse në disa momente edhe nuk vlerësohen siç duhet. Të paktën me disa që kisha komunikuar unë ishin edhe pa ngrënë disa orë. Po, e qartë. Pra, domethënë ata ishin gjatë gjithë kohës në terren, edhe ishin edhe pa ngrënë. Pra ishin histori të cilat mi kanë treguar në vetë parë. Normalisht nuk mund të flisnin publikisht se përveç se nuk u lejohet, kanë frikën edhe të eprorëve, hakmarrjeve etj.